Pak muaj më parë një masiv i madh shkëmbur u shend në vendin e quajtur Poroj Keqit në rrugën nacionale Burrel Klos. Shirat e mëdha kishin dëmtuar masivin shkëmbur duke vënë në rrezik jetën e banorëve, por gjendja si duket nuk ka ndryshuar pasi një tjetër masiv shkëmbur është gati në shembje. Kanë qenë banorët e zonës ato që kanë ngritur shqetësimin. Michael Leshi thotë se shkëmbji është gati të bjerë në rrugën nacionale dhe të jetë rrezik për të goditur automjetet që qarkullojnë gjatë gjithë kohës. Ky masiv shkëmbur, gati në shembje, është mbi kthesën e fundit pas të futesh tek Poroj Keqit në drejtim të Klosit, çka e bën të padukshëm edhe për udhëtarët. Ktu ka pas shumë shembje. Mbi 5 herë on shem ky guri dhe ka këtu, po për fat mirë nuk ka not në pasoj vdekje. Tani shife sa hapjo. Kjo hap mbi 30 cm, tani kjo gati në tramet. Askush nuk ka pyet për këtë punë fare. Tani shpresoj që dikush që merret me këtë punë duhet vi ta heqë këtë gurin. Ta heqë këtë gurin dhe është shumë e rrezikshme. Ja, on dhe lisi sipër tani, në moment që shem me kjo lisi bjerë në trefazosh. Dhe këtu bëhet nami krejt. Është shumë emergjente kjo punë. Nuk e di, askush nuk i interesohet fare për këtë punë. Kujtojmë se pak ditë më parë në rrugën Porrenjas Librazh një masiv i tillë shkëmbur u shkëput dhe goditi një automjet në lëvizje, duke i marrë jetën një 42 vjeçari.